Qindra besimtar musliman të Korçës dhe fshatrave përreth mëngjesin e kësaj të premteje në xhamin Ilyas Bej Miraori kanë falur namazin e Kurban Bayramit. Rani Lekaj, që prej fëmijërisë ka humbur shikimin, e moshuara tregon se edhe në kohën e diktaturës është falur fshehurazi, ndërkohë që tani është një besimtare e devotshme. Unë kam me gjithë zemër, jam falur që i vogël, edhe deri sot, se baban e kishte besimtar. Edhe besimtarët musliman kanë uruar për festën e Kurban Bayramit në këtë ditë të shenjtë të besimit të tyre. Sot kremtojmë festën e Kurban Bayramit, uroj gjithë besimtarët musliman, jo vetëm në Korçë, por në gjithë mbar vendin, ta gëzojnë këtë festë, të jenë më të dashur, të kenë harmoni me njëri tjetrin, të gëzojnë bukur në familjet e tyre, edhe një urim kam për popullin e Palestinës, të kenë paqe sa më parë dhe inshallah Zoti e çliron atë vend nga zullumçarët dhe e jep paqen e merituar. Të tregojmë njëri tjetri që ne vërtet jemi të dashur, transmetojmë mirësi, të rreqim pozitivitet me të gjithë dhe të jetojmë ashtu siç na takon si njerëz të vërtet, me vlera, me virtyte, me dashuri dhe harmoni me njëri tjetrin. Këtë ditë të bukur të Kurban Bayramit, uroj të gjithë besimtarët muslimanë gëzuar paqe e lumturi në familjet e tyre. Një urim ka ardhur edhe nga myftiu Ledian Sikalleshi. Sot është një festë e madhe për mbar muslimanët e zonës së Korçës dhe për mbar muslimanët në gjithë botën. Është festa Kurban Bayramit. Sot nga xhamia Ilyas Bej Miraorit në Korçë, sapo mbaruam namazin e Bayramit, nga ky vend ju uroj të gjithë muslimanëve shqiptar kudo që janë në mbar botën gëzuar dhe për shumë vjet Kurban Bayramin. Zoti ja pranoft veprat e mira, sakrificat e tyre dhe kurbanet e tyre. Gëzuar. Falja e namazit Kurban Bayramit është kryer në të gjitha xhamitë e juglindjes së vendit.